që të mbështesim vlerat e vërteta, të mbështesim njerëzit që mund të ndryshojnë këtë situatë. A njeri më të mirë, më të afërt, më të Zotin, se Ramush Haradinaj nuk ka Kosovë sot. Edhe une, ju kom bashku Ramushin në listë për deputet. E gjithmonë kom qenë bashkë me Ramushin, me Dautin, me shok tjerë. Gjithmonë kom qenë me vlerat, kom ditë mi vlerësu. Kush ja vlen, me kon, edhe kom vepru drejt. Une ju kom bashku kësaj liste, jo se më ka tekë, se e kom bëngi një post deputeti. Kom qenë edhe deputet, dhe më mes tjerar. Kom qenë, jam i realizum si njeri, ose kom arrit një moshë të pensionimit, si njeri jam i knasën, sa jam i përmbushën. Kam qenë, jam ushtarak me profesion, qysh 15 vjetë kër i kom pas, edhe i kom arrit ato ondrat e ushtarakut. Ushtarakut, se si do më bëjt general, do më fitu luftat, do më pas dekorata me njohje, krejt i kom. E kom arrit nivelin maksimal gradav, kam marrë pjesë në 2 lufta, nga 2 jënë dalë fitimtar, ma njohin, ma respektojnë kontributin edhe në Kroaci, edhe në Kosovë, edhe ma tepër s'ka ku shkon. Si kryeministër, kam qenë ministër, deputet, zënës kryeministër, edhe ato punë qa kërkupe me i kom kry. Nuk mungon edhe një post, biografia jeme është të plot, por nuk kom mujtë me najtë ratë, edhe se kom ka thonë që 7-8 vjetë i kom lënë këto punë. Por po e shoh se ku e kanë pru Kosovën ta si kanë qeverisë deri tash. E kanë pru Kosova ka ngec, Kosova kthy prapa. Kosova po i hub mish, po hub për krahje. Po vend numron. Po ka aftësi, po ka zotësi mi kriju një qeveri, mi kriju institucione edhe mes për para. A të përnon situatën, që thojmë na ushtarak geopolitike, e kemi shumë ndërlikume, shumë sfiduse. Kosova e ka sigurinë e mbrëmshme të tij, por Kosova nuk është siguru me ende. A duhet mu siguru për jashtë, domethënë që ne mund të jetojmë të lirë, të kemi ekonomi, zhvillim ekonomik dhe demokratik pa pengesa, pa ndërhyrje. Këto si kemi. Kështu që këto krejt më kanë bo që boha krah i Ramushit, edhe ta ndihmojmë që Ramushi gjithsesi, sidomos këtë situatë. Kjo është vendimtare, Ramush Haradinaj duhet me se janë pjesë e parlamentit,